selamet qofshin mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastërt, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët e pasojnë dhe do ta pasojnë rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e gjykimit. E falenderojmë Allahun subhanahu wa taala, i cili na ka dhënë mirësi të shumta, ku Allahu azza wa jall thot: "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha", e sikur se edhe të doni mi numëru mirësitë e Allahut azza wa jall, nuk keni mundësi me i numëru ato. E mirësinë më të madhe që Allahu azza wa jall na ka dhënë është që na ka bërë pjesëtar të dinit islam, na ka bërë që të jemi robërit të Allahut azza wa jall, dhe kjo është mirësi më e madhe që Allahu azza wa jall i jep robërit të tij. Gjithashtu e falenderojmë Allahun subhanahu wa taala, i cili na e mundsoi që të agjerojmë muajin e Ramazanit, dhe elusmi Allahun azza wa jall që të na ketë fal gjunahet të cilat i kemi vepruar, për shkak se kjo është një mundësi e madhe prej anës Allahut azza wa jall. Dhe ja tani nuk kanë bet vetëm se disa ditë ku do të hymë në 10 ditët madhështore, në 10 ditët të cilët i ka veçu Allahu azza wa jall. Këto 10 ditë janë 10 ditët të muajit të Dhulhijhes. Janë ditët ku në to kryhet një prej obligimeve, një prej shtyllave të islamit, e që është haxhi. Këto 10 ditë nuk janë ditë të zakonshme, andaj neve nuk na mbetet tjetër sen vetëm se me kërku për Allahut azza wa jall, që Allahu me na dhon ymër dhe që mi imbri këto ditë madhështore që të shpërblehemi tek Allahu subhanahu wa taala. Këto 10 ditë kanë vlerë të veçantë, kështu na ka lajmëruar Allahu subhanahu wa taala në librin e tij dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në sunetin e tij. I lumtur është ai i cili i shfrytëzon këto ditë, dhe i gëzuar do të jetë ai i cili punon sa më shumë në këto ditë. I lumtur do të jetë ai i cili do ta mbush trajcën e tij, bagazhin e tij me vepra të mira, që kur del para Allahut azza wa jall, që të peshojnë sa më shumë në peshorën e Allahut subhanahu wa taala, dhe kështu që të del para Allahut azza wa jall faqe bardh, dhe kështu që të hyjë në xhenetet e Allahut azza wa jall. Nëse e lexojmë fjalët e Allahut azza wa jall, e lexojmë librin e Allahut subhanahu wa taala, shohim se Allahu subhanahu wa taala në shumë ajete i nxit besimtarët që të punojnë vepra të mira. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." Dhe shpejtoni për tek falja e Zotit tuaj dhe tek xhenetet e Allahut azza wa jall, që gjerësia e tyre do të jetë sa mes qiejve dhe tokës. Janë përgatitur për këto, janë përgatitur për të devotshmit. Madje në një ajet tjetër Allahu subhanahu wa taala nxit hala më shumë, ku na nxit që të bëjmë gara për vepra të mira, ku Allahu azza wa jall thot: "Wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum", dhe bëni gara që me emri faljen e Zotit tuaj. Pra me bë gara mes vete, pse që me emri domethën faljen e Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu nëse lexojmë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i lexojmë hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e shohim se edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka nxit shokët e tij që të veprojnë vepra të mira. Na tregon Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu se një ditë e pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke e këshillu një shok prej shokëve të tij, ku i tha: "Igtanim khamsan qabla khamsin", shfrytëzoi 5 gjëra para 5-ve. Dhe në fund çfarë i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? I tha: "Wa hayataka qabla mautik", dhe shfrytëzoje jetën tonë dhe para se me vdek. Po vllazni, për shkak se sa prej vllaznive ton sonte nuk gjinden mesin ton. Sahifet e tyre janë mbyllë, nuk kanë mundësi me vepru vepra më shumë. E ty nëse Allahu azza wa jall t'jep ymër që dhe frymon enden këto ditë dhe në ditët të madhështore të cilët po na vijnë, atëherë përvishu punës dhe punos sa më shumë. Pra gjithë këto ajete dhe këto hadithe, këto argumente prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në nxisin që në përgjithësi që të mirëmi dhe të bëjmë vepra të mira. Atëherë si është halli në ato ditë të cilët i ka veçu Allahu azza wa jall dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Na e dim se prej urtësisë Allahut azza wa jall është se Allahu azza wa jall është krijuesi çdo gjëje.
Mirë po, Allahu nuk ja ka dhënë vlerën krejt të njësoj. Çfarë thot Allahu subhanahu wa taala? Thot wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Me të vërtet Allahu azza wa jall krijon çfarë don dhe prej krijimtarisë Allahu azza wa jall zgjedh. Pra zgjedh Allahu azza wa jall. A nuk është Allahu ai i cili i ka kriju krejt vendet e botës? Mirë po çfarë? Allahu azza wa jall i ka veçu 3 vende. E ka veçu Mekën, e ka veçu Medinën, e ka veçu Kudsin. Këto vende kanë vlerë të veçantë tek Allahu subhanahu wa taala. Allahu është ai i cili ka kriju melekët dhe numrin e tyre di vetëm Allahu subhanahu wa taala. Mirë po Allahu azza wa jall disa prej melekëve ka veçu, sikurse që është Gjibrili alayhis salam, Mikaili, Israfili, Melekul Mauti e kështu me radhë. Gjithashtu Allahu azza wa jall është ai i cili ka kriju njerëzit. Mirë po jo krejt njerëzit janë njësoj tek Allahu subhanahu wa taala. I ka përgjedh prej krejt krejt njerëzve që Allahu i ka kriju prej te i pari deri tek i fundit, i ka përgjedh pejgambert e tij dhe prej këtyre pejgamberëve i ka përgjedh 25 të cilët Allahu azza wa jall i përmend në Kur'an dhe prej këtyre 25-ve Allahu azza wa jall i ka veçu 5 që janë ulul azm dhe prej ulul azmit e ka përgjedh e ka veçu pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam që është vula e pejgamberëve. Gjithashtu Allahu azza wa jall është ai i cili ka kriju kohën. Allahu është ai i cili ka kriju ditën, Allahu është ai i cili ka kriju natën, mirë po jo krejt net dhe jo krejt ditë janë njësoj. Allahu azza wa jall prej muajve e dalloi muajin e Ramazanit, kurse prej netve Allahu azza wa jall i veçoi 10 netët e fundit të muajit të Ramazanit, e në veçanti prej këtyre 10 netëve Allahu azza wa jall e veçoi natën e Kadrit. Dhe prej ditëve Allahu azza wa jall i ka veçu këto 10 ditë të cilat do të hym të muajit të Dhulhijhes. Dhe prej këtyre 10 ditëve Allahu azza wa jall e veçoi ditën e Arafatit. Dhe gjithashtu Allahu azza wa jall prej ditëve të javës e veçoi ditën e sotmit, ditën e xumas. Pra Allahu azza wa jall krijon çfarë don dhe prej krijimtarisë së tij Allahu azza wa jall zgjedh. Dikush mundet me pyet se cilët janë më me vlerë 10 netëshi i fundit i Ramazanit apo 10 ditët e para të muajit të Dhulhijhes, dhe për këtë në përgjigjet Sheikhul Islam Ibn Taymija, i cili thot sa i përket netëve, netët më të mira janë ato 10 netë të fundit të Ramazanit, kurse sa i përket ditëve janë 10 ditët e para të muajit të Dhulhijhes. Prej veçurive që veçohet ky muaj është se në këto 10 ditë, siç e përmend dhe e përshkruan Ibn Rajepi rahimahullah, është se në këto 10 ditë të muajit të Dhulhijhes bashkohen shtyllat e Islamit. Në këto 10 ditë falim namaz, këto 10 ditë agjerojmë, këto 10 ditë nxjerrin zeqat ata që kanë për me nxjerr, dhe në këto 10 ditë bëhet haxhi, i cili është veçori e këtij muaji dhe nuk ka mundësi me okryt e muaj tjetër. Ditën e 8 të këtij muaji të muajit Dhulhijhe, haxhilerët apo ndryshe siç quhet dita e Terujës, haxhilerët fillojnë me bëj telbie dhe nisen drejt Minas, e ku pastaj pas Minas nisen drejt Arafatit. Sa i përket këtyre 10 ditëve, na lajmëron Allahu subhanahu wa taala, dhe ne e dim se Allahu subhanahu wa taala nuk betohet vetëm në gjëra madhështore. E Allahu azza wa jall çfarë thot në Kur'an? Allahu azza wa jall betohet ku thot wal fajr, pasha agimin, wa layalin ashr, dhe pasha 10 netët. Ibn Abasi, i cili është një prej komentatorëve më të shuar të Islamit, i cili e ka njoft librin e Allahut më së miri ti, çfarë thot? Thot qëllimi me këto 10 netë të cilat Allahu azza wa jall është betu janë 10 ditët e muajit të Dhulhijhes. Gjithashtu Allahu azza wa jall në një ajet tjetër i përmend këto 10 ditë se këto janë ditë të veçanta dhe ditë të caktuara dhe ditë të njohura, ku thot Allahu subhanahu wa taala وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ, dhe e përmendin Allahu azza wa jall në ditë të caktuara, në ditë të njohura, në ditë të cilat janë të njohura tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon dhe na sqaron më mirë se çfarë janë këto 10 ditë, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith që na transmeton Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, përderisa një ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte duke ndajt me shokët e tij, tha ma min ayamin al-amalu s-salihu fiha ahabbu ila Allah. Tha nuk ka ditë prej ditëve që vetëm se
janë ditë më që veprat e mira janë më të dashura tek Allahu Azza wa Jall. Dhe ata të pranishme të cilët ishin tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të cilët ishin ambicioz me ditë për vlerën e këtyre ditëve, çfarë pyetje i bën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Than qalu wala al-jihad ya rasul wala al-jihad fi sabilillah ya rasulullah. Thot e as gjihadi në rrugën e Allahut dhe as lufta në rrugën e Allahut, o i dërguari i Allahut. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çfarë tha? Qala wala al-jihad fi sabilillah. Tha jo, as lufta në rrugën e Allahut azza wa jall. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e veçoi një njeri, thot illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarja min dhalika bi shay. Përpos atij njeriu i cili ka shku në luftë me veten e tij dhe me pasurinë e tij dhe nuk është kthy. Pra këto argumente na tregojnë më së miri për vlerën e këtyre ditëve, dhe që është më interesant se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka përmend se çfarë vepra, mirë po i ka përmend përgjithësi veprat e mira, që këto ditë kanë peshë të veçantë tek Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu, nëse e shohim tek halli i selefëve të parëve tonë, na tregon Ebu Uthman an-Nahdiu rahimahullah, ku tregon dhe thot kanu yu'azzimuna 13, thot se selefët parët tonë i madhronin dhe i veçonin 30, cilat janë ato? Tha al-ashru al-akhir min Ramadan, 10 e fundit të Ramazanit, wal ashru al-awwal min Dhul-Hijja, dhe 10 e parë të muajit Dhul-Hijjas, dhe wal ashru al-awwal min Muharram, dhe 10 e parë të muajit Muharram. Tregohet për Said ibn Jubairin se kur vinin këto ditë, aq shumë bënte ibadet derisa elshon të fuqia, elshon të takati dhe nuk ishte mundësi me ungrit. Aq shumë i kanë shfrytzuar këto ditë duke i bërë Allahu Azza wa Jall ibadet derisa elshon të takati tyne. Në mesin e këtyre ditëve, e cila është dita më e veçantë, siç e përmendëm edhe më herët, është dita e Arafatit. E çfarë është dita e Arafatit? Dita e Arafatit është dita kur Allahu Azza wa Jall krenohet tek banorët e qiellit. Dita e Arafatit është dita ku Allahu Azza wa Jall e plotsoi dinin e tij dhe nimetet e tij. Për ato kur ardhi një jehudi tek Omeri radhiyallahu ta'ala anhu dhe i tha: Omer, o prisi besimtarve, tha ju keni një ajet në librin e juaj, tha sikur se ta kish zbrit tek ne Allahu Azza wa Jall tek jehudit, tha atë ditë do ta kishim konsideruar si fest. E pyeti Omeri radhiyallahu ta'ala anhu, i tha cili është ky ajet? Tha al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Tha sot ja u plotsova fen tuaj, wa atmamtu alaykum ni'mati, dhe ju përmbusha nimetet e mia kaq juve, wa raditu lakum al-islam dina, dhe jam i kënaqur që feja juaj jetë Islami. Omeri radhiyallahu ta'ala anhu tha vallahi, tha unë tha e di se kur ka zbrit ky ajet. Tha ky ajet ka zbrit ditën e Xuma dhe ditën e Arafatit. Pra jo vetëm një fest, mirë po dy festa. Dita e Arafatit është dita ku Allahu Azza wa Jall ka marrë besën prej bijve të Ademit, ku Allahu Azza wa Jall i pyeti: alastu bi rabbikum, a nuk jam unë Zoti juaj? Njerëzit çfarë thanë? Qalu bala, thanë gjithsesi o Zot. Dita e Arafatit është dita që Allahu Azza wa Jall më së shumë t'i liron robërit e tij nga zjarmi i xhehenemit. Çfarë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Thot ma min yawmin aktharu min an yu'tika Allahu fihi 'abdan min an-nar. Tha nuk ka ditë që më së shumti Allahu Azza wa Jall liron robërit e tij nga zjarri se sa në ditën e Arafatit. Wa innahu la yadnu thumma yubahi bihim al-malaika, dhe sa Allahu Azza wa Jall zbret dhe krenohet para melekve të tij dhe thot: fa yaqulu ma arada haula, e çfarë kërkojnë këta prej meje, e çfarë kërkojnë njerëzit në haxh përpose faljes së Allahut Azza wa Jall dhe mëshirës së Allahut Azza wa Jall. E lusmi Allahun subhanahu wa taala që Allahu të na jep ymër dhe të na jep mundësi dhe të na bën nasibet që të jemi prej atyre të cilët vizitojnë këto vende. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
salawatullahi wa salamuhu alej, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Vëllezër të nderuam, na do t'i përmendim disa vepra të cilat preferohen që të bëhen në këto ditë. Dhe asesi të mos i neglizhojmë ato asnjëherë. Nuk ka dyshim se prej veprave më të mira që mundet me bë robi në këto ditë të Dhulhijhes është që me ju përgjigj thirrjes Allahut Azza wa Jall që me e kryj haxhin. Për shkak se shpërblimi i haxhit është i madh, ashtu siç na ka lajmëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ku thotë në një hadith që na transmeton Ebu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men hajja falam yarfuth wa lam yafsuk, raja'a ka yawmin waladathu ummuh." Thot ai i cili e kryen haxhin dhe e ruan gjuhën e tij, nuk fol fjalë të pista dhe fjalë të këqija, thot kthehet prej haxhit sikurse atë ditë që e ka lidh nëna e vet. E si lindet besimtari, si lindet fëmia, nuk ka dyshim se lindet i pastër prej mëkateve, i lindet i pastër pra asnjë gjuna. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon për vlerën e haxhit dhe thot se shpërblimi i tij është i madh, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-janna." Dhe se një haxh i pranuar nuk ka shpërblim tjetër, nuk ka artikull tjetër vetëm se xheneti i Allahut subhanahu wa taala. E lutemi Allahun që të na mundson. Prej ditëve, prej veprave tjera të cilat kena mundësi me i kryen këto ditë, është agjerimi i ditës së Arafatit. Kjo ditë madhështore të cilat e përmendëm që Allahu Azza wa Jall e ka veçu, ka vlerë dhe peshë të madhe tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe për ne të cilët nuk do të jemi në haxh, prej sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është që me agjeru këtë ditë. E çfarë ka që me agjeru këtë ditë? Këtë na tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Siyamu yawmi Arafah, ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sana allati qablahu was-sana allati ba'da." Thot agjerimi i ditës së Arafatit, thot shpresoj tek Allahu subhanahu wa taala që Allahu më na i fal gjunahet të vitit të kaluar dhe vitit që vjen pas. Pra i fshin dhe i shlyn gjunahet e dy viteve, të vitit të cilët e lëm dhe vitit të cilët vjen. Kurse ata rahimahullah taala thot in istata'ta an takhlua bi nafsika 'ashiyata Arafa fa'al. Thot nëse ke mundsi që ditën e Arafatit në kohën mes ikindis dhe akshamit që mu vetmu dhe me përmend Allahun Azza wa Jall, mi bo ibadet Allahu subhanahu wa taala, thot atëherë bëne. Ke mundsi me vetmu në këtë kohë, thot bëne. Pse? Për shkak se do të themi i lut Allahut Azza wa Jall dhe me bë vepra më të mira. Këto në ditën e Arafatit preferohet më shumë ti që të bëhet dua, dhe duaja më e mirë është ajo të cilën na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith thot: "Khairu du'a du'a yawmi Arafa." Thot duaja më e mirë është duaja e ditës Arafatit. "Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli." Dhe duaja më e mirë është ajo çfarë e kam thënë unë dhe pejgamberët të cilët ishin para meje. Cila është ajo dua? La ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Këtë dua ditën e Arafatit me shpeshtu sa më shumë, për shkak se kjo është dua të cilën na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe na ka nxit që me e thon. Prej veprave tjera të mira të cilat kena mundësi me i kry në këto 10 ditë është nxjerrja e zakatit apo sadakaja. Ai i cili nuk ka nxjerr zakat dhe e ka kohën me nxjerr zakatin, këto janë ditë më të mira. Këto janë ditë më me vlerë tek Allahu subhanahu wa taala. Apo ndoshta nuk ke për me nxjerr zakat. Mirë, po çka ke mundësi me bëni program që çdo ditë prej këtyre 10 ditëve me dhon diçka prej sadakas, prej të mirave të cilat i ka dhënë Allahu azza wa jall. Dhe mos e neglizho edhe nëse është pak, edhe nëse ke mundësi vetëm 1 euro me kap dhe me fut më dhon dikujt ose me fut në kasën e xhamisë apo domethënë punë ku bën punë të xhairit, mos e neglizho asnjëherë, për shkak se këto janë vepra madhështore. Gjithashtu prej veprave të cilat kena mundësi me i kry në këto 10 ditë, e cila është shumë e lehtë, është përmendja Allahut azza wa jall. S'ke mundësi me shku në haxh, s'ke mundësi me agjeru, nuk ke mundësi me nxjerr zakat, mirë po ke mundësi me përmend Allahun azza wa jall. Dhe për me përmend Allahun azza wa jall nuk është kusht që me pas abdes,
nuk është kusht që me ngrit në kom dhe me përmend Allahun, nuk është kusht që se në kom që me ul dhe me përmend Allahun. Çfarë thot Allahu Azza wa Jall për kur i përmend besimtarët, thot alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, dhe ata janë të cilët e përmendin Allahun Azza wa Jall kur janë në këmbë, kur janë ulur dhe kur janë shtrirur. Pra për me përmend Allahun Azza wa Jall nuk ka kohë të caktuar, nuk ka kohë të ndaluar që me përmend Allahun Azza wa Jall. E Imam Newaviu e përmend dhe thot se në këto ditët e Dhulhijhes preferohet shumë që të përmendet Allahu subhanahu wa ta'ala. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ma min ayamin a'zamu inda Allah wa la ahabbu ilayhi al-'amalu min fihinna min hadhihi al-ayam al-'ashr." Thot nuk ka ditë më madhështore dhe ku veprat janë më të dashura tek Allahu Azza wa Jall se sa këto 10 ditë. Thot fa akthiru fihinna min at-tahlil wa at-takbir wa at-tahmid. Dhe thot shtoni sa më shumë në këto ditë prej tehlilit duke thënë la ilaha illallah wahdahu la sharika la, dhe shtoni sa më shumë tekbira duke bërë tekbira Allahut Azza wa Jall, wa at-tahmid duke falendëruar Allahun subhanahu wa ta'ala. Madje kur vinin këto 10 ditë e ka pas tradit dhe zakon Ebu Hurajra radiallahu ta'ala anhu dhe Abdullah ibn Umeri radiallahu ta'ala anhu e kanë pas tradit që në këto ditë të dalin në për rrugët e Medinës dhe në për tregjet dhe duke thënë tekbira që më u përkujtu muslimanëve që të përmendin Allahun subhanahu wa ta'ala sa më shumë. Dhe prej veprave gjithashtu që janë të mira që të kryen në këto 10 ditë është edhe prerja e kurbanit, e cila është dispozit prej dispozitave të Islamit dhe është simbol prej simboleve të Islamit, ku robi me to afrohet tek Allahu subhanahu wa ta'ala dhe falenderon atë me këtë vepër. Allahu Azza wa Jall thot: "Fasalli li rabbika wanhar", dhe ti o Muhammed prej kurban, falu dhe prej kurban për Zotin tënd. Nuk lejohet asnjë niyet tjetër të bëhet vetëm se që tjetë për Allahun subhanahu wa ta'ala. Allahu Azza wa Jalla mëson dhe thot: "Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Thuaj me të vërtet namazi im, kurbani im, jeta ime dhe vdekja ime janë thjesht për Allahun subhanahu wa ta'ala, Zotit të botrave. Ky kurban duhet prehet pasi që të falet namazi i Kurban Bajramit. Është bërë shprehi shumë e keqe tek disa njerëz në vendet tona që e presin kurbanin një ditë para Bajramit. Dhe kur i pyet për arsyen, thot që me pas fukarat se çka me ngron për Bajram. A nuk është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ai i cili është kujdes më shumë se sa ne për fukarat? Megjithatë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar që ky kurban të prehet pas namazit të Kurban Bajramit. Në një hadith që na transmeton Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu thot: "Man dhaha qabla salati fa inma dhabaha li nafsi", ai i cili e pret kurbanin para namazit të Kurban Bajramit, thot le ta dinë se ai ka prej për veten e tij, pra nuk është kurban, mirë po është mish i cili e ka prej për veten e tij. Thot: "Wa man dhabaha ba'da as-salat faqad tamma nusukahu wa asaba sunnat al-muslimin", thot ai i cili e therr kurbanin pas namazit të Kurban Bajramit, thot le ta dinë thot se ai e ka qellu namazi kurbani i tij është i pranuar dhe se ai e ka qellu sunetin e muslimanëve. Personi i cili do me therr kurban e ka bën niyet me pre kurban para se me hy në këto 10 ditë, duhet të përgatitet për shkak se duhet të abstenoj prej disa gjërave të cilët na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. I ndalohet atij që të hek prej qimeve të tij, prej thonjve të tij apo prej lëkurës së tij. Transmetohet pi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se i dërguari sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Idha ra'aytum hilala dhil hijja wa arada ahadukum an yudhi", të nëse e shihni hënën e muajit të Dhulhijhes dhe donjoni prej juve ka bën niyet që me therr kurban, thot falyumsik an sha'rihi wa adhafirihi hatta yudhi, thot le ta abstenon prej thonjve të tij dhe prej thonjve të tij dhe prej çimeve të tij. Në një hadith tjetër ka ardhur dhe prej lëkurës së tij derisa ta therr kurbanin. Mirë po, nëse dikush nuk ka mundësi me prej kurbanin këtu, mirë po çka e pren kurban vendin e tij ose e dërgon me ndonjë shoqat dhe ka bën jetë me therr kurban, edhe ky person duhet të abstenoj prej këtyre gjanave. Mirë po kur duhet lirohet ky prej kurbanit, nëse ka mundësi me u vërtetu
ka mundësi e ka lënë vllavin e vet në vendin e tij që me prej kurban dhe ka mundësi më vërtetu me pyet se e ka therr apo jo, ky person duhet të abstenoj derisa t'i therret kurbani. Nëse nuk ka mundësi me e ditë se kur i therret kurbani ka dërguar me ndonjë shoqat ose me ndonjë vend tjetër ku nuk ka mundësi me e ditë, atëherë pret me një kohë derisa ka mundësi, derisa e merr mendja, domethënë sa therret një kurban 30-40 minuta, tha pra e pret domethënë këtë kohë deri në atë kohë abstenon e pastaj lirohet. E lusmi Allahun Azza wa Jall që Allahu veprat e mira Allahut na i pranon. Nga çdo gjë që Allahun Azza wa Jall e hidhron, Allahut na largon, të sëmorit tanë Allahut i shëron dhe veprat e mira Allahut na i pranon. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa aqimus salat.